Pa u shpjodhur ende nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit, politika shqiptare po shkon drejt një përballje të re elektorale, vendimi socialistëve për të shkarkuar Rion Veliajn, si dhe vakancat e krijuar në 5 njësi të tjera vendore, do të sjellin një përplasje të re ndërmjet majorancës socialiste dhe opozitës demokratike për të fituar drejtimin e tyre. Nga 6 bashki, 3 për tyre janë qendër qarku, të cilat tregojnë dhe rëndësinë politike që mbartin, krahas Tiranës, që konsiderohet si epiqendra elektorale e vendit. Berati dhe Vlora plotësojnë trion e qendrave të qarqeve që kërkojnë një kryetar bashkie, ndërsa Gjashqa plotësohet me Matin, Tepelenën dhe Cërikun. Historiku i tyre elektoral tregon se të paktën në 3 proceset e fundit, të 6 bashkitë janë drejtuar nga socialistët, ku së fundmi në krye të Beratit ishte Ervin Demo, që hoqi dorë për të garuar në zgjedhjet parlamentare, së bashku me Tërmet Peçin e Tepelenës dhe Agronmalen e Matit. Nuk është vetëm Vlora. Nuk është vetëm Vlora. Dhe dorëheqja e Ermalit sot, pas bisedave që kemi bërë bashkarisht, është treguesi pikërisht i asaj që thash. I një njeriu që e ndjen, e do Vlorën, dhe që i vetmi problem që ka është që duke ndonjë për një kohë shumë të gjatë jashtë Vlorës, larg Shqipërisë si diplomat, u zbut më shumë se ç'duhet. Vakancat në Vlorë u krijua një ditë përpara se sa Edi Rama të njoftonte kabinetin qeveritar, ku Ermal Dredha dha dorëheqjen pas një 2 vjeçari të kritikuar vazhdimisht nga krye socialisti. Drejtimin e punëve të fshatit kam vendosur t'ia besoj një të riu nga një provincë e Shqipërisë. Kryetari i Bashkisë së Rikut Andis Salla do të jetë ministri i ri i bujqësisë dhe i zhvillimit rural. Vakanca në drejtimin e Cërikut, nga ana tjetër ishte një aksident politik, ku Edi Rama vendosi që kryetarin e kësaj njësie vendore ta gradonte ministër të bujqësisë, gjë e cila pasolli dorëheqjen e tij dhe krijimin e vakancës. Por nëse historiku këtyre bashkive nuk mbar ndonjë ngarkesë të madhe, ajo e Bashkisë së Tiranës përbën edhe tensioni më të madh politik brenda Partisë Socialiste në 15 vitet e fundit. Vendimi i Këshillit Bashkiak i hapi rrugë Edi Ramës, që me vendimin e parë të qeverisë së tij të shkarkonte Rion Veliajn, Benjamini i cili deri para një viti konsiderohej si pasuesi i tij në krye të Partisë Socialiste. Perfekcionist që edhe vrejti për vogë, po të dy një shkallën nesër që të ministri. Më nga tregos që duhet në që të kushti. Bojën nesër në gjestë vishtu, unë dalë në 5:30 nga shtëpia për shku në punë. Ti do dalësh nesër në 4:30 do lysh shkallën. Ti, personalisht. Marrëdhënia ndërmjet Veliajt dhe Ramës ka ngjasuar gjithmonë si një serial që fundi mund të parashikojë, por me ndërhyrjen e SPAK, fundi rezultoi diçka krejt tjetër. Ky popull nuk ka për ta ndryshuar kurse si qeverinë që ka, pa ndryshuar më parë opozitën që s'do. Skori ton për Europën dhe një grumbull i radiosh të vjetra me ca tiki-take rreth rrotull, Shqipëria zgjodhi korin ton. Arrestimi i tij, ndikimi minimal në rezultatin e zgjedhjeve parlamentare dhe lufta e Veliajt me SPAK ishin disa llogari që Edi Rama i zgjidhi duke urdhëruar shkarkimin e Veliajt, pasi kishte përcaktuar edhe personin që do të ishte në krye të garës për socialistët, si edhe personin që do të udhëhiqte fushatën elektorale. Zoti Manasterliu, do kemi kohë për të folur pra ju thash. Si ndjeni për këto emërim që ju bëri zoti kryeministër, propozim? Sapo ka mbaruar mbledhja e asamblesë, do kemi kohë për të folur. Ju e keni një ndjesi, besoj. Si ndjeni për ish kolegun tuaj, zotin Lutem shumë, sikur se
se ju thash, do kemi gjithë kohën për të diskutuar, për të folur. Është besim shumë i madh, përgjegjësi shumë e madhe për të gjithë. Jemi një skuadër dhe kemi punë të mëdha përpara. Nëse Ogerta Manastiriu është kandidate e socialistëve për Bashkinë e Tiranës, drejtimin e fushatës elektorale do ta bëjë Belinda Balluku. Krye socialisti vendosi që këtë pozicion të rëndësishëm t'ia lë Krahut të ditë djathtë në qeveri. Thënë ndryshe, Belinda Balluku do të jetë shefja elektorale e Ogerta Manastiriut dhe në rast suksesi do të përkthehet në më shumë influencë në Partinë Socialiste. Teksa socialistët janë të organizuar deri në qeliz, sa i përket përballjes elektorale, në kampin tjetër, gjërat janë krejt ndryshe. Publikisht, askush brenda Partisë Demokratike nuk pranon të thot një emër si kandidaturë zyrtare, duke filluar që nga Sali Berisha. Secili është i vendishëm që zë kryesor për zgjedhje do jetë Partia Demokratike. Ndaj dhe pasi tulemi me partitë aleatët dhe partitë opozitare tjera, aleatën tërësi, të debatohet, të diskutohet, do t'ja japim kandidatin. Partia Demokratike ka disa kandidatë të shkëlqyer brenda, jashtë, kudo. S'kemi asnjë problem. Emrat për të cilët flet Berisha duket të jenë kandidatura dhe jo sfidant për socialistët, pasi edhe ato persona që rezultuan me influencë në Tiranë, referuar rezultatit të zgjedhjeve parlamentare të 2025-s, tashmë nuk pranojnë të bëjnë një hap përpara, sa i takon pranimit të sfidës, duke filluar që nga Ilira Ali Mehmeti. Gjasat më të mira që tani keni ju. Ka Jorita Tabaku. Jorita Tabaku, dakord, por ka thonë nuk bëhem, sepse u sfidua dhe fitoj kaloj në parlament. Po hyn një garë, ti hyn garë jo për qefin e garës, ti hyn garë për të fitu. Jam lojtar për program, për një program që të mundesh ta implementosh, të kesh kohën të bësh strategjit, të kesh kohën të bësh programet, të kesh kohën të bësh buxhetet, ti merresh me ekspertët më të mirë për t'i bërë ato. Jo të marrësh çka kalon Erion Velie. Emri Jorita Tabakut duket një pas boshe, pasi demokratja më e votuar në qarkun e Tiranës ka hedhur poshtë çdo hipotezë të mundshme që ajo të jetë sfidantja Ogerta Manastiriut. Kjo për shkak edhe të betejës së fortë që pati për të fituar të vetmi mandat të demokratëve në listën e hapur. Unë kam ju përgjigja atje pyetjes suaj, unë kam ngarkuar një grup për 3 personash që do të negociojnë me partitë e tjera për emra. Jo, më falni minutë. Do t'jetë Flamur Noka, Belin Kliçi edhe zoti Ilir Ali Mehmeti. Do jenë përfaqësuesit tanë do negociojnë me partitë e tjera. Kur është e vështirë të gjendet një kandidat për Tiranën, logjika të bën të mendosh se njëjta situatë mund të jetë edhe për 5 bashkitë e tjera. Kjo për shkak edhe të një procesi që përsëritet sa herë që ka zgjedhje të pjesëme vendore, ku partia në pushtet ka fituar të gjitha përballjet që janë zhvilluar, që nga ndarja e re territoriale deri më sot. Apo thënë ndryshe, socialistët kanë fituar sa herë që ka pasur zgjedhje të pjesshme, qofshin në bastione demokrate si Kuksi, apo dhe në ato njësi ku rezultati nga tepër i ngushtë u kthye në diferencë me mijëra vota, dhe i vetmi element që mund t'jap pak frymëmarrje demokratëve është koha në të cilën do të zhvillohen këto zgjedhje. Për 5 bashki procedura është tepër e thjeshtë. Këshilli i Ministrave duhet të njoftojë Presidentin e Republikës dhe më pas Presidenti i Republikës ka 48 orë kohë për të dekretuar datën e zgjedhjeve, e cila nuk mund të jetë më e herë se 30 ditë dhe më vonë se 45 ditë. Çka do të thotë se 3 të dielët e para të muajit nëntor mund të jetë data zgjedhjeve, por për Bashkinë e Tiranës situata është më komplikuar. Referuar ligjit për vetë qeverisjen vendore dhe nenit 115 të Kushtetutës, kur mandati një të zgjedhur i vendor ndërpritet, ai ka të drejtë ankimojë në gjykatën kushtetuese. Dhe nëse ndodh ky ankimim, atëherë procedura e zgjedhjeve të pjesshme ndërpritet më një herë, derisa të shprehet gjykata kushtetuese.
Të paktën ky është precedenti që ka ndodhur deri më sot. Këshilli i Ministrave është ide se kjo praktik nuk ka pse të përsëritet me Erion Veliajn, duke u shprehur se shkarkimi nuk lidhet me një vendimarrje të qeverisë, por të Këshillit Bashkiak, duke cilësuar çështjen si administrative dhe jo kushtetuese. Kësaj me këtë logjik, sipas qeverisë, edhe Tirana duhet të shkojë në zgjedhje në një ditë me 5 bashkitë e tjera. Llogaritë e partive politike duket se janë të ndryshme nga njëra tjetra. Opozita, e cila ka si mision të fitojë pushtetin, duket jo gati për një përballje tjetër me socialistët, ndërsa Edi Rama, pas fitores së zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, kërkon të rikonfirmojë supremacinë e majit edhe një herë në këto njësi vendore. Analizë kjo, që kërkon sqarime nga ata të cilët studiojnë politikën, se si e komentojnë organizimin e opozitës dhe të majorancës në këtë proces. Po, ju përmendët disa bashki, të cilat janë për të shkuar në zgjedhje, por në fakt vëmendja është normalisht tek Tirana, si bashkia më e madhe dhe si qendër, si thuash, e pushtetit lokal. Edhe për peshën që ka pasur gjatë këtyre viteve, por edhe për ngjarjet që lidhen me ish-kryetarin tashmë. Po sigurisht, domethënë, të dyja kampe do duan që të kenë një betejë të fituar në këto përballje elektorale. Është shumë afër përballjes së fundit të 11 majit dhe ki parasysh që në këtë raport më e disfavorizuar ose më pak e favorizuar është opozita, e cila del nga një betejë humse dhe sigurisht kjo ka shkaktuar dhe një lloj demoralizimi në strukturat në këndvështrimin tim, për shkak sepse ishte një humbje e përsëritur dhe ndoshta rimobilizimi do të jetë më i vështirë për opozitën. Është një proces i cili majoranca shkon drejt fitoret sigurt. Jo vetëm për faktin që përgjithsisht zgjedhjet e parakohshme janë fituar gjithmonë nga partitë në pushtet, po edhe për faktin që partia në opozitë nuk ka fuqinë e duhur për të ngritur në niveli për të qenë një alternativë konkurruese ndaj pushtetit. E ardhur nga një përçarje, nga e kryer pastaj në një lloj fryme radikale, një lloj fryme ekstremiste e cila nuk i përgjigjet asaj çfarë masat e gjëra të popullsisë kërkojnë nga një opozitë. Aq më tepër pastaj e rreshtuar tashmë të gjithë grup bashkuar rreth liderit pavarësisht se humbet duke mbajtur me zorr dhe me paterica, nuk është një forcë serioze për të krijuar besueshmëri. Shto këtu edhe aspektin që në disa drejtime duket sikur ka një paqartësi në përcaktimin e kandidatit për Bashkinë e Tiranës, ka një ngurim edhe nga emrat e përfolur të cilët nuk duan me sa duket të hynë në një betejë që është një betejë në dukje e vështirë, për shkak të gjitha rrethanave që janë përmendur, por nga ana tjetër është edhe një betejë që premton në rast fitore një gjysmë mandati, domethënë, dhe sigurisht disa nga këto figura ndoshta e konsiderojnë si një garë të parakohshme apo në aspektin individual të karrierës tyre politike. Edhe për këtë arsye, kur opozita nuk krijon besueshmëri, sigurisht që pushteti nëpërmjet mekanizmave korruptive, nëpërmjet mjeteve që ka, është gjithmonë i fuqishëm dhe është vështirë të rrëzohet. Një pushtet, sidomos një pushtet korruptiv dhe që ka pushtetin si ky mund të rrëzohet vetëm me antitezë, pra domethënë me një opozitë tjetër e cila shfaq besueshmëri, shfaq moral të lartë, shfaq reformim të thellë dhe mungesë korruptueshmërie tek njerëzit me të cilët kandidon. Kështu që mendoj që majoranca e ka më të qartë situatën, më të favorshme, sigurisht ka dhe koston e qeverisjes. Ka koston e qeverisjes qendrore, me të gjitha skandalet, problematikat që e kanë shoqëruar në 3 mandatet e kaluara, po sigurisht ka dhe koston e qeverisjes në nivel lokal të Tiranës, le të themi, problematikat që ka patur zoti Veliaj dhe situata se si përvijoi me të. Kështu që nga kjo pikpamje janë të dyja elementet, por nga aspekti organizativ i strukturave, i motivimit të njerëzve në terren, i mënyrës se si Partia Socialiste bën fushat, duket sikur peshorja nga aspekti i avantazhit anon në anën e majorancës. Diferenca ndërmjet socialistëve dhe demokratëve lidhet ke kandidatura. Nëse të majtet kanë Ogerta Manastirliun, të djathtë nuk kanë ende një emër. Po çfarë do të thotë kjo për dy forcat kryesore politike? Besoj që njerëzit, leadershipi i opozitës është i qartë që kjo është një betejë e vështirë, sado problematikat ketë patur ish-kryetari tashmë i Bashkisë Tiranës. Dhe duket se ka dhe një paqartësi për sa i përket tipologjisë kandidatit. Pra do të kemi një kandidat me një profil të fortë politik, një njeri që ka bërë betejë pse jo edhe ndaj zotit Veliaj,
i cili do mund ta mobilizojë strukturën në Tiranë apo edhe kandidatë të tjerë në bashkitë të tjera që do hyjnë në zgjedhje, apo do duhet që opozita të garojë me një kandidat i cili është, le të themi, jo politik, më përbashkues, më përtej, le të themi, kontureve të militantëve që e mbështesin Partinë Demokratike në Tiranë në mënyrë tradicionale. Kjo dilemë, le të themi, për tipologjinë e kandidatit e vonon procesin, sigurisht. Kam përshtypjen se opozita nga ana tjetër, edhe pse i priste një palë zgjedhje në Tiranë, nuk priste publikimin kaq shpejt të kandidatit dhe qartësimin nga ana e Edi Ramës. Reflekton krizën e thellë ku është opozita. Fakti që opozita nuk gjen dot kandidat për të konkuruar përballë pushtetit, paktën për Bashkinë e Tiranës, tregon që opozita është një krizë thellë për cilës zorse del në kushtet ku jemi. Pse nuk gjen kandidat? Nuk gjen kandidat sepse kandidatët nuk sakrifikohen për këtë parti, sepse kjo parti nuk ka sakrifikuar për kauzën e vet, nuk ka një kauzë serioze. E para, dyta, nuk gjen kandidat sepse e kanë sigurt që nuk fitojnë. Dhe askush nuk do të vendosë fytyrën e tij në humbje. Kështu që janë disa aspekte që e përfshirësojnë, le të themi, qartësim, por çdo ditë që kalon është një ditë e humbur për opozitën, sepse opozita që duhet të mobilizohet shumë shpejt, shumë më shpejt se sa mazhoranca, dhe sidomos përballja në Tiranë është një përballje që kërkon energji të mëdha, domethënë në aspektin e njerëzve, po edhe të strategjisë së komunikimit në çdo element të saj, domethënë fushata është një përballje me goxha kosto, le të themi, që kërkon shumë mobilizim. Aq më tepër kur presupozohet dhe ashtu me shumë gjasë do të ndodhë që të humbet do jetë thellë dhe askush nuk ka themi predispozitë duhur që të marrë përsipër riskun që të hyjë në palë zgjedhje ku humbet thellë dhe imazhi i tij do dalë i keq. Dhe do humbat thellë jo ndoshta për fajt tip, por për fajt të gjendjes ku është forca politike që e kandidon. Nga ana tjetër ka shumë tjerë të cilët janë deputet dhe nuk e lënë, pra nuk janë predispozuar që ta lënë karrikën e ngrohtë në parlament për të andralla për një post cilin nuk do e fitojnë dot. Dhe për më tepër kjo krizë shfaqet kudo. Partia Demokratike ka pasur vështirësi edhe për të gjetur numërues nëpër komisionet zgjedhore, edhe për të gjetur njerëz nëpër strukturat e saj, domethënë është në një krizë dhe kjo do reflektohet dhe në rezultat. Shikoni, domethënë në Tiranë opozita ka patur vështirësitë e saj dhe në përballje normale, jo më në një palë zgjedhje të parakohshme, sepse keni parasysh që dhe koha është e shkurtër, domethënë nuk kemi të bëjmë me një palë zgjedhje ku ti mund të ndërtosh një strukturë dhe mund të përballesh me kundërshtarin me një strategji të mirëfillt, sepse ke patur kohën e duhur. Tu tani jemi përballë një situate ku kryetari i bashkisë është aktual ose ish kryetari është në burg, mazhoranca ka avantazhin të qenit në pushtet, ndërsa ty të duhet tani të përbashkosh gjithë kampin opozitar dhe të duhet që kandidati të jetë i tillë që mundi kundërshtarin për shkak se ti e di tashmë se kush është kundërshtari. Sigurisht ajo që do të gjykojë palët në fund është rezultati, dhe në këtë pikë sytë shkojnë më shumë drejt opozitës se sa drejt mazhorancës. Po, që opozita të humbas nuk është një dramë e madhe në këtë mes, sepse ka humbur shumë sa që nuk shton në gjë të madhe kjo e fundit. Ajo çfarë do i shtohet është thjesht në retorikën e opozitës. Fakti që opozita tashmë ka nisur aksionin për mbrojtje votës lirë duke konsideruar farë zgjedhore atë që ndodhi, një humbje tjetër e thellë, të cilën prapë do ta konsideroj farsë, thjesht do shtojë nivelin e pabesueshmërisë tek elektorati vet, edhe tek ata njerëz të cilët mund pretendojnë që u vodhën. Dhe jetë vështirë që të mendoj që zgjedhjet vidhen gjithmonë. Edhe nëse është kështu, do jetë vështirë që të besosh që nuk do vidhen edhe radhës tjetër. Kështu që kjo do krijojë dëshpërim total. Po marrim një rast ose një skenar kur opozita do të arrinte një fitore në Bashkinë e Tiranës, le të themi, sepse gjithë betejë aty do përqendrohet pavarësisht bashkive të tjera. Atëherë ky është një sinjal shumë i fortë për mazhorancën, por sigurisht edhe për njerëzit që mbështesin opozitës. Pra, një fitore e Bashkisë së Tiranës, qoftë edhe një palë zgjedhje të parakohshme, nuk kupton shumë për përballjen e ardhshme të zgjedhjeve qendrore. Kështu që një skenar i tillë ndryshon shumë gjëra në skenën politike, në perspektivën e përballjeve etj. Me radhë. Në rastin tjetër, në një skenar kur opozita do ta humbte këtë betejë dhe do fitonte kandidati i mazhorancës, pra në këtë rast zonja Manastiri Liu, unë mendoj që nuk do të kishim një ndryshim të madh ose nuk do të kishim një lexim shumë ndryshe të situatës për shkak se kemi një vazhdimsi. Pra,
mazhoranca e majtë që qeverisë në nivel qendror, qeverisë në nivel lokal dhe vazhdon këtë qeverisje. Sigurisht kjo do të tregojë padyshim një lloj rënje apo një lloj demoralizimi të vazhdueshëm për mbështetësit e opozitës, po do të tregoj shumë dhe për seriozitetin që ka opozita për përballjen dhe për të ndryshuar kursin e saj politik, për shkak sepse çdo përballje e humbur, çdo betejë e humbur nënkupton një lloj rrudhje të radhëve të saj të mbështetësve, sepse njerëzit natyrshëm humbi shpresën. Sigurisht ne votojmë jo se ata janë të majtë dhe këta janë të djathtë, besoj që pjesën mirë e kanë humbur këtë identitet politik, pjesën mirë e elektoratit, por besoj që është thjesht çështje alternativash. Pra, unë besoj që qeveria që është pushtet nuk ka imazh të mirë dhe sigurisht ka provuar pakënaqësi të thellë tek shoqëria dhe është gati të bjerë. Problemi është që nuk ka përballë një alternativë e cila është e besueshme dhe arrin të tërheqë njerëzit, krijojë besueshmëri që ta përmbys këtë që është. Dhe këtu nuk ka më rëndësi e majta apo e djatha. Këtu njerëzit duan të mos ketë korrupsion, të ketë drejtësi, të mos ketë këtë lloj kapje të shtetit, duan që të ketë mundësi për të jetuar normalisht, për të pasur një ekonomi të mirë etj. Dhe këto s'lidhen as me të majtën as me të djathën. Cilat do qofshin arsyet që do të çojnë bashkitë në zgjedhje, cilat do qofë rruga që do ndiqet për të organizuar këto zgjedhje, sigurisht, në finale, janë procese elektorale që duhet të organizohen, ku sovrani do të ftohet të zgjedhë qytetarin e parë, por përkatësia politike e kryebashkiakëve do të jetë një mesazh i fortë për partitë garuese, nëse socialistët do të rikonfirmohen si dominanca apo rotacioni politik, do të fillojë nga pushteti vendor.